Aromatizuesit që përdorin për të freskuar shtëpinë shkaktojnë jo vetëm kancer, por dëmtojnë veshkat, gjakun, shkaktojnë probleme të mëlçisë. Ndaj, mos përdorni asnjëherë më spraj apo çdo aromatizues tjetër. Prodhuesit përdorin shumë kimikate gjatë prodhimeve të tyre dhe nga ana tjetër shiten në treg si produkte me përbërës natyral dhe pa efekte në shëndet. Ekspertët paralajmërojnë se substancat që ato përmbajnë janë me të vërtetë shumë të rrezikshme dhe infiltrojnë në trupin tuaj nëpërmjet fytit dhe hundës. Hiqni dorë prej tyre, sepse ka mënyra natyrale, të cilat kanë aromë të këndshme dhe nuk shkaktojnë probleme shëndetësore. Dhe një tillë është kanella e vluar. Është një zgjidhje natyrale që sjell aromë e plot freski. Vendosni shkompinjt e kanellës në një tenxhere me ujë dhe lërini të vlojnë. Këto shkopi shlirojnë komponime të dobishme, siç është eugenoli, të cilët duke i thithur kanë aftësi të lehtësojnë dhimbjen e kokës, të zvogëlojnë marramendjen apo nervozizmin. Kanella gjithashtu shërben si një indikator që përmirëson dhe rrit kujtesën. Aroma e saj e këndshme dhe antivirale zhduk çdo aromë tjetër të pakëndshme në të gjitha ambientet e shtëpisë. Nuk rekomandohet për gratë shtatzëna, të cilat duhet të qëndrojnë larg saj, sepse komponentët që ajo shliron mund të shkojnë deri aty sa të dëmtojnë edhe fetusin. Shtimi i tepërt në peshë lidhet me një sër faktorësh, por personat që e vuajnë këtë problem bëjnë gjithnjë të njëjtin gabim. Ndaj duhet të hiqni dorë nga ky zakon. Zëvendësimi i pijeve me sheqer me ujë mund të ndihmojë në mënyrë të konsiderueshme në parandalimin e mbipeshës, uljen e peshës trupore dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Kërkimet kanë treguar se konsumi kalorive shtesë nga pijet me sheqer rrit rrezikun e shtimit në peshë, si dhe rrit rrezikun e prekjes nga diabeti i tipit 2. Pra, zëvendësimi i këtyre pijeve me ujë ndikon pozitivisht në shëndetin e përgjithshëm, por përpos kësaj ndihmon edhe në humbjen e peshës. Edhe tek njerëzit, të cilët pinë këtë lloj pije gjatë ditës, uji ka përsëri një ndikim të madh, duke përmirësuar dëmet që kanë shkaktuar ato. Gjithashtu, studimi ka treguar se për një jetë të shëndetshme, ushqimet me shumë kalori duhet të zëvendësohen me fruta, perime dhe mish peshku. Vlen të theksohet se sot në botë, një numër i madh njerëzish vuajnë nga mbipesha, që është shkaktar i një varg sëmundjesh të rënda.